Këshilli gjyqësor të hënën do të zgjedhë ushtruesit e detyrës së kryetarit në Gjykatën Supreme dhe atë penale pasi kryetarët aktual Lidia Nedelkova dhe Vladimir Pančevski përfundojnë mandatin e tyre. Zgjedhja e kryetarëve të rregullt në këto dy poste është shtyrë për shkak të zgjedhjeve të 11 dhjetorit, andaj është vendosur që këto dy gjykata të kenë ushtrues detyre deri në zgjedhjet e rregullta. Përveç Pančevskit, kandidat për kryetar në Gjykatën Penale janë edhe Vladimir Tufekgjić dhe Ivan Gjolev, kurse për kryetar të Gjykatës Supreme, përveç kryetares aktuale Lidia Nedelkova, kanë kandiduar edhe ish-kryetari i Gjykatës Jovo Vangelovski, si dhe gjykatës Snezhana Bajlozova dhe Besa Ademi. Nga ana tjetër, Këshilli Penal në Gjykatën Themelore Shkupi 1 i përbërë nga gjykatësit Vladimir Pančevski si dhe kryetari i Këshillit të gjykatësve Diana Gruevska-Ilievska dhe Ljubinka Bashevska për herë të dytë refuzoi të lëshojë urdhër për kërkim në sistemet e kompjuterëve të operatorit të telekomunikimeve lidhur me rastin Targeti.